Metafora që bën autori është që në hyrjet e librit është shumë domethënëse, po I çojmë fëmijët të jetojnë në një tjetër planet, po I rrisim atje me tjetër gravitet, me tjetër atmosferë dhe pastaj duam që mbas 10-15 vitesh ta të kthejnë në tokë, të jenë të rritur dhe të sillen si të rriturit e tjerë. S'mund të ndodhë kjo. Qetësimi I prindërve për sigurinë fizike të fëmijëve që jetojnë në Shqipëri, mendoj unë ndryshe nga vendet të tjera, siç mund të jenë vendet nordike, siç mund të jetë Zvicra ku jetojnë, apo edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është edhe më justifikuar dhe më I bazuar në realitet, sepse në Shqipëri vërtet mund të kesh frikë për fëmijën tënd, sepse nuk ka më shesh, ka rrugë, ka makina, ka njerëz me biçikleta, tashti është dhe kjo debati I monopatinave. Kështu që absolutisht që ky është një shqetësim. Si do e siguroj fëmijën tim fizikisht dhe për këtë arsye nuk e lëm më fëmijën tim të dalë dhe të luajë I lirë dhe kjo është në vetvete një dramë. Këti kufiri objektiv, mendoj që jemi përgjigjur ne si prindër shqiptar, jemi përgjigjur në mënyrën e gabuar. Sepse përgjigja nuk është ta detyroj fëmijën të rrinë në shtëpi dhe duke qenë se ai rri në shtëpi dhe mërzitet, t'i jap telefonin në dorë dhe t'i them më lë rehat gjysmëora, ajo gjysmëora pastaj përkthehet në 4 apo 5 orë çrëndsi ka dhe unë ndërkohë jam rehat. Kjo nuk duhet ishte përgjigja. E di që është e vështirë. Megjithatë mendoj që përgjigja duhet ishte të gjejmë ato pak hapësira që ka, t'i çojmë fëmijët atje, t'i investojmë kohë dhe përgjigja nuk mund të jetë gënjeshtra që I themi vetes tonë, që për aq kohë sa janë brenda në shtëpi janë të sigurt. Dhe eksaktësisht të thot autori, mendoj që ka shumë të drejtë. Nëse janë në shtëpi dhe I kemi lënë telefonin në dorë, në fakt I kemi nxjerr jo në rrugë, po I kemi nxjerr në një botë tjetër që nuk është e ndërtuar për ta, nuk është e menduar që t'i mbrojë ata, përkundrazi, është grabitqar, sillet si grabitqare ndaj këtyre fëmijëve dhe ne aty I kemi lënë komplet të lirë, të pavarur, pas një lloj kontrolli, pas një lloj as shoqërimi.